Ajkos vazhdon të konsumoj krimin. Në gjithë median online janë reklamat e Ajkos. Cigares elektronike që prodhohet nga Philip Morris e që natyrisht është një produkt i dëmshëm. Thuajse në të gjitha mediat online ka ndryshuar reklama, krimin që konsumoj duke ofruar cigaren me ullje, pra me promocion dhe dhurata, natyrisht e ka zvendësuar me këto reklamat e tjera. Pra me këtë, je kurioz, thot. Ky është limited edition edhe natyrisht e ofron Ajkosi. Të njëjtën reklam ka dhe këtu, të njëjtën reklam ka edhe këtu. Tani, ligji, kreu 4, reklama, promovimi dhe sponsorizimi, në nenin 13 thot qartë, për duhanin, produkte e duhanit, cigaren elektronike dhe për të gjitha produktet sipas përkufizimeve të këtij ligji, ndalohet reklamimi dhe promovimi nëpërmjet medias së shkruar, transmetimeve televizive e radiofonike dhe shërbimeve të shoqërisë së informacionit, që është një gamë akoma dhe më i gjerë se sa mediat online, por përfshin edhe Facebook, Instagram, TikTok e kështu me radhë. Natyrisht, ndalohet çdo aktivitet publik me karakter artistik, muzikor, sportive tjerë ku reklamohet drejt për drejt në mënyrë të tërthort apo të fshehtë me financim publik apo tërësisht privat. Gjë që Ajkos e ka kryer, siç këto reklamat që ju tregova e ka kryer tek ta, e ka konsumuar dhe doja u provoj me fotot e aktiviteteve të saj këtu në zemër të bllokut. Ashtu siç ndalohet edhe sponsorizimi i medias së shkruar, i programeve radiofonike, televizive dhe i shërbimeve të shoqërive të informacionit dhe çdo veprimtarie tjetër që ka për qëllim promovimin apo reklamimin e drejt për drejt të tërthor të duhanit, cigareve elektronike e kështu me radhë. Tani, pyetja që kam unë është, po si ka mundësi, ka 3 ditë që sjell në vëmendje të institucioneve të shtetit eksaktësisht këtë gjë, dhe krimi vazhdon të konsumohet online publikisht. Dhe po flasim për një produkt që cënon shëndetin, e mbi gjitha, shëndetin e fëmijëve.